Pompa ndryshon disa lek dhe efekti ndihet menjëherë te xhepi i familjes, te faturat e transportit, te çmimi i ushqimeve dhe te nervozizmi i tregut. Pikërisht për këtë kur flasim për çmimet e karburantit sot, nuk kemi të bëjmë thjesht me një tabelë në hyrje të pikës së shitjes. Kemi të bëjmë me një tregues që prek zinxhirin e plotë të kostove në Shqipëri dhe ekspozon sa i pambrojtur mbetet konsumatori përballë luhatjeve të tregut dhe mungesës së besimit te mekanizmat e kontrollit. Në Shqipëri karburanti ka kohë që nuk shihet vetëm si mall. Është kthyer në temperaturë politike dhe ekonomike. Sa e rritet, justifikimet vijnë me shpejtësi. Bursat ndërkombëtare, tensionet gjeopolitike, kursi i këmbimit, kostot e importit, sa e bie, uljet e pompa zakonisht duket më ngadalt. Këtu nis dyshimi publik dhe jo pa arsye. Se çmimet e karburantit sot nuk varen vetëm nga nafta. Lexuesi sheh një shifër për naftën ose benzinën dhe pyetja është e drejtë për drejtë. Pse kaq shtrenjtë? Përgjigjja reale është më e ndërlikuar se sa paraqitet në komunikimet zyrtare. Çmimi final përfshin vlerën e produktit në tregjet ndërkombëtare, transportin, sigurimin, kursin e dollarit, taksat, akcizën, TVSH-n dhe marzhet e operatorëve. Por këtu ka një problem që nuk duhet zbutur me fjalë teknike. Në tregun shqiptar, pesha e taksave është e lartë dhe ndjeshmëria e çmimit final është e menjëhershme. Kjo do të thotë se edhe kur ka lëvizje të moderuara në bursë, konsumatori ndjen fort, ndërsa kur në treg ndodhin tensione të forta, goditja shumë fishohet. Një tjetër element është struktura e tregut. Shqipëria është vend importues. Kjo e bën automatikisht më të ekspozuar ndaj zhvillimeve që ndodhin jashtë kufive. Nëse ka krizë furnizimi, konflikt në rajonet prodhuese, probleme në rafineri apo shtrenjtim të transportit detar, zinxhiri reagon. Por importi nuk e shpjegon gjithçka. Pika ku debati bëhet serioz është transparenca e kostove dhe shpejtësia me të cilën reflektohen uljet. Kur rritja justifikohet shpejt, por ulja vonohet. Ky është shqetësimi që përsëritet më shpesh nga qytetarët dhe bizneset. Kur tregjet ndërkombëtare japin sinjal rritjeje, tregu vendas lëviz pothuajse menjëherë. Kur sinjali është për ulje, ritmi ndryshon. Operatorët zakonisht argumentojnë se kanë stok, kanë kontrata të mëparshme dhe kanë kosto të akumuluara. Teoria ka logjik, praktika shpesh ngre pikpyetje. Këtu hyn nevoja për mbikëqyrje reale, jo vetëm deklarative. Nëse konsumatori përballet vazhdimisht me skenarin ku shtrenjtimi transferohet me ndërsa lirimi me vonesë, atëherë tregu nuk po jep qytetarit atë që i takon. Në këtë pikë çështja nuk është vetëm ekonomike, është çështje besimi publik. Në Shqipëri reagimi institucional ndaj kësaj teme ka qenë shpesh i fragmentuar. Ka pasur premtime, masa të përkohshme, deklarata për monitorim, por debati mbetet i hapur. Apo funksionon konkurenca si duhet dhe apo kontrollohen me seriozitet marzhet, kur pyetja mbetet pezull për muaje vite, dyshimi nuk shuhet me konferenca për shtyp.